gjitha do I duroja, aq të bukur t'i shikoja, dhe fëmijët në gjithë globin anë mban. Të gjitha do I duroja, aq të lumtur t'i shikoja, dhe fëmijët në gjithë globin anë mban. Mos ja prish një lumturin, mos ja prek një dashurin, as kërkush mos ta provoj, se nanat su lejojnë. Fjalla në kudo në bot, zgjon në zemër dashuri, mirë mëngjes jetës I thot, se nana lin njerin. Kjo dorë që të ndit jepin, gjithë botën e gëzo. Pas ke ndryshuar fare me zërin, fare. Është e jashtëzakonshme. Po edhe fjalët I mban mend gjitha. Të gjithë këngët. Patjetër. Më bëri shumë përshtypje kujtesa, emrat I kujton të gjithë me saktësi. Absolut. Të gjitha. Po një koncert të na japësh shih. Inshallah. Inshallah dhe kismet. Pikë të gur në Times Square, në një nga sheshet më të ngarkuar globit, ka qëndruar për një vit e gjys këngëtare e famshme shqiptare Pareshevi Simaku. Ky ka qenë krevati saj, kjo ka qenë dhoma e ndenjes saj. E kishte veshur me plasmas, kishte ngritur një çadër të vogël, 3 valixhe, ajo ka kaluar një vit e gjys tjetër saj, duke u kujdesur, duke shkuar në banjë dhe duke u pastruar në bekerin përballë, pronarët e cilës dhe punojësit e cilës janë treguar në mënyrë të jashtëzakonshme mbështetës për të, duke I sjell madje dhe ushqimin pikërisht në gurin ku qëndronte. Është në zemër të Times Square-it, njërit prej shesheve kryesor të New Yorkut. Ndërkohë që ajo ka kaluar thujse 4 vjet në këtë zonë, një vit pak më tutje pra në zemër Times Square-it në kufizimin me rrugën 42 dhe një periudhë tjetër kohe në rrugën 48, që është eksaktësisht kjo këtu në këtë kthes. Në shi, në të ftohtë, në diellin përvolus të New Yorkut, ajo ka qëndruar gjatë gjithë kohës mbi këtë gur. Pra mbi këtë gur ku kthehet vazhdimisht me shqiptarët që e shoqërojnë për të treguar se si ka qenë jeta e saj. Me që shumë veta ishin kurioz kur ajo doli dhe u bë publik fakti që jetonte si e pastre në New York, këtu mbi këtë gur ka qëndruar për thuajse një vit e gjysmë duke ushqyer, duke pastruar përballë.